Në një rreth grash të komunitetit Juhansi, në zemër të Afrikës, një grua ulet e qetë ndërsa duart të buta prekin barkun e saj. Nuk ka aparate, nuk ka analiza laboratorike, nuk ka ekrane. Vetëm përvojë, ndjeshmëri dhe një dije e trashëguar brez pas brezi. Kjo është mënyra se si ky komunitet konfirmon shtatzanin, përmes prekjes, intuitës dhe kujdesit kolektiv. Gratë më të moshuara përdorin duart për të ndjerë jetin që po formohet, duke ju ofruar gruas siguri, udhëzim dhe mbështetje emocionale. Videoja e këtij momenti është bërë virale në rrjetet sociale, duke grumbulluar miliona shikime brenda pak orësh dhe duke ngjallur reagime të forta emocionale nga përdoruesit anë mban botës. Në kulturën Juhansi, shtatzania nuk është një ngjarje private. Ajo është një përvojë e përbashkët, e mbajtur nga komuniteti, e thurur me dije të lashta që ekzistonin shumë kohë përpara kufive, hartave dhe teknologjisë moderne. Pamjet tregojnë jo vetëm një mënyrë ndryshe të kuptuarit të jetës, por edhe një mesazh të fortë, se kujdesi, lidhja njerëzore dhe përvoja e përbashkët mund të jenë po aq të fuqishme sa çdo teknologji. Një video e thjeshtë, por me një domethënie të thellë, që ka bërë miliona njerëz të ndalen dhe të reflektojnë.